Se nuk po mendoj që është ndershme thuhet që ne duhet kërkojmë llogari prej organizatave, sepse organizatat janë grupacione të njerëzve vullnet mirë. Nuk kemi mri ala me kuptu që që çështjet mjedisore janë të ndërlidhura drejt për drejti me shëndetin edhe me qenien e qytetarëve, derisa flitet për zhvillim ekonomik, për punësim, për të tjera çështje të cilat janë të rëndësishme. Çështjet mjedisore ose ambienti është gjithmonë i lanën anash e nuk mundet një shtet zhvillohet ekonomikisht nëse ka popullat të sëmurë. Edhe tash sipas statistikave në Kosovë numri i madh i popullatës përmbi 40-50 vjet ka spaku një smundje kronike. Arsye kryesore e smundjeve kronike janë çështjet mjedisore, ajri i ndotur, toka e ndotur, uji i ndotur. Kështu që thjesht ndoshta është edhe çështje e cila i takon edhe një spektri pak më gjatë të popullatës ose të shoqërisë që të ndërgjegjësojnë ndoshta edhe qeverinë edhe organet qeveritare që çështjet mjedisore dhe ambientale t'i fusin si të rëndësishme në agjendën e tyre, e po ashtu të kërkohet edhe përgjegjësi e llogaridhënie më shumë edhe prej iniciativave mjedisore, organizatave jo qeveritare, të cilat marrin përsipër të udhëheqin projekte të cilat kanë për qëllim përmirësimin e mjedisit e të njëjtën kohë situata në këtë aspekt nuk po përmirësohet. Zoti Hasanaj, pse në qeverinë qendrore, po edhe lokale themi nuk ka shumë gatishmëri për çështjen e mjedisit? Po, s'pari që isha ndërlidh pak me këtë në fund që e tha Labi, sepse nuk po mendoj që është ndershme thuhet që ne duhet kërkojmë llogari prej organizatave, sepse organizatat janë grupacione të njerëzve vullnet mirë, të cilët bëhen bashkë për ta ngritë zërin për çështje të caktuara dhe me logjikën që u tha është sikur edhe ky emision që po e trajton këtë temë nesër të kritikohet pse ne kemi mandej problem me ndotjen e mjedisit. Pra, absolutisht që organizatat kanë rol dhe roli i tyre është ta ndihmojnë institucionin, t'i sensibilizojë çështjet për cilën ata ndoshta me qëllim ose jo nuk i shohin, mirë po absolutisht përgjegjësia në asnjë formë nuk ju takon organizatave për problematikën e cila ndodh. Dhe këtë po e them me përgjegjësi sepse po i bëj 13 vite që intensivisht merrem me fushata mjedisore dhe sikur të zgjidh ky problem me fushata, me organizata, po ju siguroj që ne sot nuk kishim me folë për problemin e ndotjes. Pra janë organizatat, grupet, mediat, qytetarët aktiv të cilët flasin për problemin, angazhohen edhe vetë për të kontribu dhe këtu është pak e rëndësishme me ose pafunde, edhe pse kuptohet që gjithçka ka kosto dhe është pothuajse e pamundur të bëhen aktivitete të tilla të nivelit çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe çfarë ndodhin dhe mos të kërkohet fonde për atë punë, sepse sot fonde kërkohet për një konferencë për media, LRM që ne dalim dhe të mobilizojmë shumë e shumë njerëz cilët angazhohen dhe mandej të kritikohemi pse prap ka problem.